shkruar nga Ylli Manjani. Nuk kërkoj as të uroj burgosin e askujt. Me burgun si teori praktike politike, jam në konflikt të thellë profesionale e qytetar. Nga ana tjetër, sot kemi në paraburgim zyrtar dhe politikanë që përfiten për shumë më pak se sa kontrata $6 milion si financim politik i huaj për Partinë Demokratike dhe në ngradën e Berishës. Një financim jo transparent mjaftueshmërisht i arsyeshëm si dyshim për të justifikuar një hetim të menjëhershëm. E përsëris, nuk kërkoj as të uroj paraburgosin e askujt. Por me standardet që janë vendosur si kriteri fundit i pandëshkueshmërisë, logjika ta do se nënshkruesi i asaj kontrate dhe personi juridik i Partisë Demokratike arrestohen dhe bllokohen, ose të gjithë arrestuarit e tjerë duhet të lirohen e të shohin punën e tyre në liri. Gjithnjë referohem standardeve që janë vendosur praktikisht dhe jo që dëshiroj unë të jenë. Mbetëm kritik i paraburgimit me dyshime. Por kjo kontratë 6 milionëshe si sponsorizim politik i bën kontratat e tjera që kemi parë deri më sot të duken qesharake. Kontratat e Lulit dhe Monikës me lobimet amerikane ishin me vlera qesharake përpara kësaj. Kjo kontratë 6 milionëshe e bën me Gonigalin të duket një allergji e pabuks. Të gjitha këto kontrata pra Lulit, Monikës dhe Ramës të marra së bashku janë sa 1/6 e vlerës totale të kontratës 6 milionëshe të Partisë Demokratike, e cila është edhe në opozitë gjatë për më tepër. Tani kush po i relativizon problemet e vërejtura, unë apo vetë Partia Demokratike me kontratat e tilla që lidh? Insistoj në bindjen time që e kam thënë gjithmonë në publik. Cilido politikan që argjon para për të blerë Amerikën që të duket burr i mirë me shqiptarët është maskara. Kjo sjellje më shumë se sa krim është një fyrje e rëndë që i bëhet Shqipërisë dhe shqiptarëve. Këta të fyen sepse thon haptazi, ne kemi Amerikën, domethënë ç'na duheni ju. E po, ikni dhe palloni me Amerikën pra.